kush mendon se janë të diskriminuar? Ato qytete ku nuk ka kamerat e sepsit apo ato qytete ku ka kamerat e sepsit? Unë e kuptoj logjikën e pyetjes se ku e çon. Pak rëndësi ka. Unë mendoj që duhet të jenë barabartësisht të trajtuar të gjithë qytetet. Kjo është ideja bazë të cilën neve e promovojmë. Nuk themi që kjo ose ajo, po natyrisht që më të diskriminuar dhe me që po përzgjidhen vetëm 3 qytete, më të diskriminuar janë ato qytete të cilët përzgjidhen. Por janë shumë të çështje tjera të cilët nuk janë hapur dhe që duhen trajtuar në kuadër të ligjit. Se do ta çojnë në gjykatë kushtetuese këtë ligj e ka paralajmëruar edhe Alianca për shqiptarët e Zotrit Tallavari, por ja që ju e bënët para ti, si e komenton? Që komentoj tash në vërtet e para punës se s'ka Alianca për shqiptarët e Arben Tallavari. Dita punës, kjo është temë shumë serioze. Është tepër serioze. Për ta lënë në dorë një njeri jo serioz, që ndryshon qëndrimet 5 herë në ditë. Dhe nuk pak rëndësi ka paralajmërimi, rëndësi është a do ta bëj një gjë të tillë. Jemi skeptik dhe prandaj ne kemi bërë iniciativën tonë, ndërsa edhe një herë përsëris, tema serioze nuk u lien dorë njerëz jo serioz. Che można makijażkiego odpuszczonego razu w odpuszczeniu też? I to tylko najawi Aliansa na Tallavari, najavi дека ќе го поднесат. Добро. Ќе го успорат пред Уставен суд. Па мојот одговор беше дека за сериозни теми не се остава на рацете на несериозни луѓе, кои лажат колку што можат и не се срамат од тоа што лажат. Затоа ние направивме иницијатива, нашиот став во врска со овој закон е биден јасен, не сме имали двоумења во целиот процес, кога сме биле прашани околу ова прашање. Сега политички актери кои заземуваат ставови од расположението или не знам како ќе поминуваат со премиер или калкулираат со власт, мислам дека Алијансата за албанците не е таква. Нашиот став си е наш став, без разлика дали сме во опозиција и не калкулираме од позиција дали ќе влеземе или ќе излеземе од некој и така натаму. Ние сме многу комодни со граѓаните и да бидеме со нив кога имат потреба. Битен e votimit një nga deputetët kyç që luajti rol në miratimin e këtij ligji ishte edhe deputeti Ilir Demiri, nëse mund ta quaj ish deputeti juaj apo sepse ai pati paralajmëruar që do të veprojë pavarur mirë po në frymën e Aliancës për shqiptarët, ndërsa ditë patëm qëndrimet e kundërta. Pra, më vjen keq të konstatoj që vetëm dokument që ka nënshkruar zoti Demiri, ku është fjalë Aliancë për shqiptarët, është ditë kur doli pavarur. Deputetet e Aliancës për shqiptarët dhe ato që janë në frymën e Aliancës për shqiptarët ja ku janë. Është Elia Ziri, është Ilir Daudi dhe nuk mund të jetë në frymën e Aliancës për shqiptarët, përsa kohë që merr vendim në kundërshtim me qëndrimin politik që ka Alianca për shqiptarët, por në të njëjtën kohë është deklaruar vetë që është i pavarur, me një fjalë është nuk mbron qëndrimet politike që ne kemi, po njëtën kohë edhe ne distancohemi nga veprimi politik që ai bëri ditën që ju e thoni s'kam çfarë bëj tjetër. Deputeti është i lirë të veproj dhe të votoj ashtu siç ai don, po aq më tepër që s'është pjesë jona, vetë e deklaruar. Има механизам за белешки на самава изјава што е погрешно во целиот закон. Зошто Мандански не реагирате пред гласањето во парламент? За жал, овие закони, затоа реков јас, не требаше брза постапка во врска со ова работа. За жал, ние треба да се прашуваме многу сериозно дали сме парламентарна демократија. А одговорот за жал е не сме. Сме само во хартија и во устав, ама не се почитува. Не заборавајте дека поминавме изборен процес, локални избори, каде што со одлука на владата беа укинати советниците и денеска нема гласање и нема промени на законот и став од собранието каде што треба да се одлучува
за бројките на советниците во собрание, нели? А не во влада и не после со одлука и на Уставен суд да се рачуна дека таа одлука била уставна. Бидејќи сега во ова ситуација, за жал, владата и Уставниот суд ја имат укинато она што е најважно за нас како општество во Северна Македонија. А тоа е да чуваме парламентарната демократија. За жал, ова ти личи повеќе на оние моменти во минатото и во римската империја, дебатата помеѓу, не знам, империи или концепт на република, нели? Ама затоа треба да бидеме свесни и да не ни се повторува вакви работи. За жал, почнувајќи од многу аспекти. И ево и јасен пример. Ево се носат закони со брза постапка, закони каде што и немаш ни време да донесеш амандмани, бидејќи законот е обем, не е само од правен аспект. И од човечки аспект треба да се гледат работите, затоа ние јасно сме кажале дека ставот наш е дека ние сме против овој закон, ќе искористиме алатката Уставен суд за да ги доведеме граѓаните да бидат сите праведни, да немат вака решенија со градови или со подрачен од тој поглед. За жал, ево, и ова мора да се констатира, бидејќи без да се констатират работите, не може да се решава. Срамно. Во собрание, кај луѓе што има земено гласови од граѓани, резултатот се знае. Пратениците кои се од власта, кои имат мнозинство во секоја комисија, гласаат за, без да знаат што гласаат, бидејќи така наредиле од партијата или од власта, а пратениците од опозицијата гласаат против, само заради тоа што тие од власта се за. Можда ова е смешно, но е жалосно за нашата демократија и на начинот како функционира. Se kam një pyetje jashtë temës së sasme, edhe nga VMRO dhe PMR, por edhe kreu i PD-s Milu Thaçi, së fundmi tha se Ali Ahmeti është lutur tek VMRO-ja që t'i merr në qeveri. Kjo ka qenë derisa kemi qenë edhe ju pjesë e frontit evropian. Ka qenë kjo në koordinim me Juve ndoshta, a keni informacione të tjera rreth kësaj që përkyçjen e ndoshta vetëm BDI-s apo gjithë frontit në qeveri? Jo, unë nuk kam informacione të tilla. Një gjë jam i sigurt, Alianca për Shqiptarët e Xherrin Sela nuk lutet. Përpara asnjë partie, përpara asnjë qeverie, nuk gjunjëzohet, nuk porul korris, ne porulemi vetëm përpara sovranit. Atyre që na japin mbështetje dhe na japin votë. Tema tjera, jo, nuk du të ngjaj nga ato që me di kanë vjen koalicion dhe sa po del prej koalicioni pastaj merr shigjeta dhe drejton shigjeta. Unë nuk kam qenë prezent në një takim të përbashkët me zoti Ahmetin dhe zoti Mickovski që të them diçka në drejtim të kësaj. Ashtu siç nuk kam qenë prezent në një takim përbashkët nëse ka qenë ti zoti Thaçi që e thënë Mickovski me siguri ka qenë, do të kanë informata dhe mund t'i plasojnë. Nuk duhet që me këto tema, këtë unë si, mirë është gjëra që thonë në opinion të mbahet bullari për aty gjëra. Nuk jam i thari ides që duhet skena politike dhe bëhet, këtë unë, shumë e pisë dhe me akuza të mbaja, por sjelljet politike ndoshta flasin në drejtim të asaj, se ka qëndrime të shpeshta të sjelljeve politike, që mund të jetë e mundur që këtë pas ndoshta në një takim të tillë. Po unë nuk kam qenë prezent dhe nuk kam informata në lidhje me këtë gjë.